edhe më shëru, më forti e ja këto. Desh më smun, edhe psikisht, që ndra qatje. Punëtor për jashtë, që 40 vite. Ku punon? Zvisa. Kam familje, 7 fëmijë, kem ardhë, kem shku, veç 17 vite, që dhe sot e malkaj vetën, e dënoj. Se e rinin e lama dje. Para disa vite të kate që të s'ke mujtë me po, zbras, mund është mi numëru. Hajde, tregona si me disë... Prezentaj mas pari, që më bajnë kush je? shev, shatit greme, komuna e Frezajt. Për dryshe, punëtor për jashtë, që 40 vite, Ku punon? Zvisa. Zvicër, që ka Tani, vite në Zvicër. tani pensionera. E që shu jeta në Zvicër tregona? Jeta ku ka punë mira. Edhe këto, po që se ka punë mira. Për ndryshe, Pse shkove t'ja, me kon shkove? është kjo është, Shkove me familjave? me tregu drejt është me selën vetën. Ua, pse për Kemi ikë mati, ndëgjoj, takoj gjeneratës të të njëshës, për këtë se politikë, që tu 20 metra për këtu, 98 shën kanë këtë dapu, gjatë lutës. Ja, nuk janë arsyet politike, po me gjithat lidhin ato, për shkaq ekonomike. Kam familje, 7 fëmijë, gjohën, po tash jam 28 për 2, 17 një për mbesa, shoqën, jetojnë për Bukhari, Si e përjetuve? që tash të folimi, realitetet ka edhe emocione. Jeta mi përjetu është, ka gjë vështirë, po do të gjënë forcë dhe përballon. Edhe kohë e burgët, edhe kohë e lutës, Në Zvicër me ja dalë. pse ja. Kam shuk kështu, punëtoj me letra, kam rëllaj se kam pas për para, dhe kam vazhdu, kam punu. 17 vite kam qenë vetë. Një qoqe këtu ka qenë vetë. 2003 shri kam marrë për atë partë minë, edhe mbetën a djetë ashtë. Ka qenë shumë e vështirë për juve 17 vite. A si keni po heq? Se një konë këtu heq me i po Ja, fëmijë? kam qenë, pa. Mirë po ndomas kena e Si talë. takoj gjeneratës të azylet politika që thënë, ja. Kam qenë i regull, me pasaport, kem ardhë, kem shku, veç 17 vite. E a mendove në herë mu këthy përfundimisht, mës me zgati ka shumë 40 vite. Stia me e madhe që dhe sot e malkoj vetën, e dënoj. Se e rinin e lama djenë. Se e lam rinin në Jo, gurbet. po dhe tash jam, shto që akuzoj dhe me ditë. Po akuzoj autoritetet qeveritarë. Pse e lanë këtë derë qelë, a kanë mundësi me byllë. Sot qëre qytetin. Para disa vite të kate që të s'ke mujtë me po, zbras, mund është mi numëru. Për parë s'ke mujtë me shpërthy, po kalovin kam. Ishte knarësi, gjeneratër e zonësav, studenta dhe klasës punëtore. Tash këto mungojnë. Tha që i kishtë atë fëmi. A i ki jashtë një në Britani? Po gjithë. Të gjithë i ki Ja. jashtë? A ju ke thonë fëmive mos shkoni bre rreni këto? Jo që i kom thonë, ishte imperativ kohë. Që po të thamë drejtën, ku pas vetë, fëmijë ardhen në qytetë, shkollë, me ardhen, po kur do të thejnë si kanë ditë. Ishte probleme, i dulin jashtë kontrolës, s'ka mu që shkanë, po dhe vetë me zgjidhe ka qënë, e di që e malë ka vetën, po thamë si gjithë atje, po që ka kemë po tash. A me ndonë që dhjeti sa me e mirë është se këto Jo, po të thamë drejtën, desh më knoqë, edhe më shëru, më forti e ja këto. Desh më smun, edhe psikisht, që ndra qatje. Shkon gurbet. Po të ndoj, kjo është apelin. Klasin, shkova, ka shkova, se këto se kem. Po, qka kem po, rathonat politike përshë, ja tash momentalisht këtë nga qënë politikë përshë, jetë shmendrë nga koka, po të ndrejtën. Edhe shkon shmendrë. Që uje si dush dhe klasë Ne pas politikën, spiritu edhe vetë, mirë po tash edhe fëmiti pas këtë gjithë jashtë. është eron, po besaj. është. Mirë po bedim kushtet si the edhe vetë ekonomike, Ka detyrojnë. mundësi tani ka mundësi. Edhe këtu ka punë pra? Po ka shumë se jo pak, po shumë ka. Po o investu në dëgja, o investu, po propagandu, veç jashtë. Mirë po ku po vinë atje pishojnë në realitet me sy edhe, po zhgënjet, po tam drejtë. Pa ndryshëm për punë që e ndonë. Mirë, ju duraj gjithë mira, po që sukses, shëndet. E jetës teme si i ri, me 18 vjeç, ka qenë ekzistenca jame personale, për atë arsye dhe komik për Kosovës, për çështje ekonomike. Mi po që 40 vjeç shkull, tu minu se po kthejnë asot nesër, 40 vjeç shkull në gurbet. Rreziku më i madh i gurbetit tonë është
tarmët që rinia ka mu asimilu. Ta mon ata që jemi këthi në Kosovë, po jetojmë. Gjithmonë kanë thonë guri rond peshon vend vetin, edhe na kena ardhë këto në vend tonin. A i një lodhë si jene? Mirë, jo, ka pak. Jo, Nga vene. na kemi orë për Zvicre në Kosovë, po. Që sa ku i një Zvicër? Jemi kod gjata mon ata që jemi këthi në Kosovë, po jetojmë. përfundimisht? Po, Ma në po. fëndinima dikon që thajna këthi përfundimisht. Sekret përdojmë pushime. Po shkojna prapë në Zvicër se kemi 4 djemt atje, 3 reja. Atje shkoj një vizit pushime. Atje shkojna në vizit, në pushime, i vizitojmë, rrim, kem sa dojna, pet, këthejmi këto. Gjithmonë kanë thonë guri rond peshon vend vetin, edhe na kena ardhë këto në vend tonin. Sa vendosë më këthi veç që është vendi jëtë, apo edhe është Shqipëria? Po vendosëm se është vendi jonë, gjuan Shqipe, jem shqiptar. E të regëna që është jeta në Zvicër, që shka qenë tash për juve? Jeta në Zvicër është shumë e mirë, po edhe atje du të me punu shumë, për më konë jeta e mirë. Gjithkonë, kudo që tjetojsh du të me punu, A shumë. qenë një ratje ku të lirë me dalë, më shëtit e pini kafe si këto? Po, mon është kako e lirë, është vikendi, janë pushimet, janë festat, janë... Ves vikendin. Po, vikendi, po. E puna ka shumë punë e pare që po shkojnë krejt. Po, duhet ka hargjime dhe atje është jetë e shtrenjtë, shumë standarti shtrenjtë, amo duhet edhe atje me menu shumë, që ka po ban njeri me pore, me kursy, me rujt porën, se porja shkon. Jo, a mund të një këtu mja dalë, se me qenë se këtu pagat e Zvicrës nuk i kemë? Për me pakë të Zvicrës, na këtu. këtu tash. A, Kosovës tash. po ja dalim, së kur jo që shpja delni, edhe na ja dalim diqysh, amon na mirë i kemi. Me rëndësi mu këthy në vend tonin, me jetu në vend tonin, që shto? Na të rego tash, me qka mire një? Une, për momentin nuk punoj, e kam një penzion invalidor për një aksidenti në Zvicër, ko marrë me nusën këtë në Kosovë, e jetojnë në Kosovë. Si po të bënë mund diti? Tash që e këthime. Mirë, Kosova është veni shumë i mirë. Kosovës i nevitin urgentisht, sigurimi shëndetësor krijohet, ligji i punës edhe gjyqësia të pavarësohet. Po më duket krejt kur beqartë pe keni shqetësimin e sigurimit shëndetësor. Shumë më rëndësi që kjo. Si është shatë jetesën këto? Jetesa nuk është e keqe, po është edhe e keqe se nëse nuk implementohen që të shka thash, sigurimi shëndetësor, ligji i punës dhe gjyqësia tjetë e paanshme, atëherë rinia arshme është rrezik me u ikë piktujit. Që shteti si shtet, duhet të konstituohet sa më shpejt, me lanë këto qefet politike, po duhet me punu edhe me menu për kombin.